Emrim jeshte arbeir, haksju, dëgjam njezet e të tevjet. Gjëtoj ne nje vile druri modeste këj I kam dertuar me duart, e mia ne periferita nje komunitetit a kete likenor, ne malesine I pogradesit. Nuk eshte asgje vesanerisht mbreselenese apo luksoze, tjesht nje ndertese me njet homek gjumi, me nje verandeta mbuluar, ka shikon nga uji, e rretuar teresisht nga pishat e larta, të drenushat a here pasheshme kë enden ne per prone. Gjetene siguroj si zdruktetar, duke punuar në nje punishte druri lokale, duke riparuar mobiljet e demtuara, duke ndertuar verandat e balkone, dhe duke marre punet e ndryshmet e vogla per banorete e kytetit, ullë shtengje puna I sigurt dhe e kendrueshme kë me naksgjer gjashte regullisht dhe me legjon të punoj me duart e mia. Gjeke eshte asinkrisht gjithçka kë kam dashurën do ngjehere nga nje karriere. Gjeta këtu eshte teshte mrekullueshme. Mengjeset fillojnë me kafen e verande, mbremgjet I kaloj duke punuar në punishten time. Dhe nete duk degjuar valet e likenit kë per plasën ritmikisht në breg. Pa dramat e panevojshme, pa nëksitim të çmendur, dhe eshte eksaktësisht ashtu siç e preferoj. Në shtepini, në ngjitur me mua gjiton era deda. Ajo eshte 30 të të vgjec, puno si bibliotekare në biblioteken publike të kytetit dhe banon në nje shtëpizeter hekese me shtreter, luleshte lulezuar per para dhe librat e grumbulluar në qdo pervaz dritarizjet e lire. Shte divorcuar pregjret gjashte vitesh tani, nga sa kam kuptuar gjate bisedave tona të rastesishme me kalimin e kohes. Për vemi gje, për kafshe shtëpiake, vetema gjode rutina e saje këtede vendosur. Gjemi a I lojë fkin gjesh, kë përshëndetemi me gezim në mengjes dhe I gjapimdime njeri që trit pa beren do nje gjeta madingak gjo. I kam reguluar qatina kë pikonte në disa raste, I kam kositur lendinen kur, a gjo ka kene gjashte zakonisht, I zene me puni. Den gje here ma gje I kam rindertuar plotisisht, shkalete hirgjes pas një stuhi, dimri vesanerisht, tej ashper ka I kishte qare kek. Ajo nuk me legjon kurrit e largohem pa shprehur miren gjogje, zakonisht në forme në bukes, se shtepise ose biskotave me gjalpe, ende të ngrohta nga furra, me nje shenim të shkruar me dore këtë hoshte diçkasi. Per mjeshtrin e dobishem të shtepise ngjitur. Nderve primet tona gjane të rehatshme dhe të lehta naturale, gjate mengjeseve, shpesh e shihgja duke u gjitur lulet në obor me ato dore zate me të hakopshtarie dhe nje kapele djeli me strehe të gjere. A gjo valeviste me entuziazem dhe ndon gjehire ke puste disa dhe geza livandu gje, të mi gjep të per me gardit në dares të prones. Per dhome tende të gjumit, toshte me nje buze keshje të imbelde të butej. Tutte tendi mogjete flesh me mire naten, I pranoja me miren gjogje, duke tithur të le aromen e freskit dhe murmurit e falenderimet, duke unë gjere pak me ngrohte brenda sesa do te pranoja letesisht para kushdu, mbremgjeve kurbin të shi I forte, a gjon donje here shfakej në dëren time me nje, pijate me embelsirat e pjekura. Stuhja po bjem jaft fort, toshte a gjo. Mendova se mund të dogje pak shokeri, ose të pak të ndisa ushkime per të ngreni. Uleshim bashkë në verandën tim të mbuluar, duke pire saj të ngrote, duke folur per dimrate, ashper të malesise, ketrat ke I bastis në vazhdimisht ushkjesen e zogjve, ose romanin e fundit ke ajo kishte leksuar. Asgje vesanerisht e tele apo filozofike, thjesht biseda të lehta dhe të rastesishme, ke I benin bremgjet të ndiheshin dukshem me pak boshde të vetmuara. Unë kurre nuk kerkova, asgje me shume se mi kesi. Era ishte me, e madhe dhe me, e vendosur në menyrat dhe stilin e saj të gjeteses, dhe unë mendogja se a ndoshta me shihte si gjalin erit e dobishe më ngjitur. Por padishim kishte diçka tek ajo, keshgja e saj e kete, menira si site I ndrisonin shkelkjeshem kur fliste me entuziazem per një histori të mire ke kishte zbuluar. Ajo siles me kishte mbetur në mengje. Ajo zoteron të kete hir dhe ketesi, si kur kishte kaluar më gjaft per vogja, të veshtira per të ditur se qfare kishte vertet, renda si në gjete dhe qfare gjo.
Unë kisha levizur mjaft të pasëmbarimit tek gjimnazit, duke marrë punet e ndryshme strukturitarie tek gjithë vendin përpara se të vendosesha përfundimisht këtu, pa ndërgjetë medha zemre në të kaluaren time, pa konflikte dramatike familjare, thjesht një gjale që gradualisht po kuptonte si të ndërtonte një gjeti që ndihej e forte dhe e këndrueshme. Atë fungjave të vesante, kyteti gumezinte nga emocionet për panerin vjetor të pranveres poshte në breg të likenit. Ishte një ngjarje tradicionale vjetore, stenda tregtaresh kesh faknin artizanate lokale, lojera paneri për femigje, kamione ushkimi që shisnin gjithçka nga petullat e deri të lengu i ngrohte i molles, e kishan gjekur i vetem vitet e fundit duke ngrene diçka dhe duke u endur pakellim. Por kesaj herën dihe gjendrishe disi. Era me ter hoki vëmendjen dersa june isha gjeshte duke reguluar gardin tonita për bashket. Hej Gjarber, thiria gjo, duke u perkullur me nje u gjitese metalike në dore. Dek gjove për panerin kete fungjave, po me ndogja të shkogja. Kan gjegje të ke skam ngrene petullat e tyre me moli. Tone si kane edhe logjera të regja kete vit, drajtova shtatin, duke fshire gjersen e grumbulluar nga balli, po tingellon argetuese, po planifikonti shkosh vetem, a gjo ngriti supet rastesisht, duke u dukur pak e turpshme, përveç nëse do të vish me mua, mund ta gjeta mirete kem shokeri per një here. Hezitova per vetem një sekonde, pjesërisht sepse nuk isha vesa nërisht me suar të beja planeti tilla, pjesërisht sepse i deja për te kaluar një ditete të remete me beri të rritej pulsin gjeshem, por tunda koken në shenjë miratimi, sigurisht pse gjo, pa gjeter keme duhet një pushim nga punishqa, do te marrë të dilen në mengjes. I djela erdhi me kil kreçtesisht tek tjellet dhe në flat të lehte ke frinte nga likeni. Era doli nga shtepiza e sajmenja fustanvere blu të selur, floket të kapuranën një topus të lirshem i të qregullt. Duke mbashtur nje shante të vogel të varur në shpatull. A gjo dukej e relaksuar dhe disime i rene driten e mengjesit. Une isha veshur me kemishin time të zakonshme të bardhe me kopsa dhe kshinse duke u engjere disi i paveshur mire prani sajgjë. E qem në shtegun e shkarter drejt parkut ku ishte ngritur panajri, duke biseduar rastesisht për motin e kenshem dhe se sa i vesante, duke shlikeni blu ate ditej. Agjrigu me gjinte nga muzika në bande lokale. Femigje që bertisnin me emocion në stendat e logjerave dhe zurma e ushkimit që gatu hejgj në skari. Stenda tregtaresh reshtoheshin përgjate shtikgjeve, duke shitur sapunet e bere me dori, bizuteri dhe kavanoza me mgjalte lokal. Filluam lehti duke hedhur unazën e shishi në ngjestende. Era hambi shumiqen i përpjekjeve të saj, por keshi çdo here, zeri i saj duke u dëgjuar mbi turmen, jam absolutisht i të mërshme në kete, të agjo, duke me dene unazën e saj të fundit. Arrita të godisja disa, duke i fituar asaj një qelesore të vogel si qmim, per qelesat e bibliotekes, e ngacmova, pastaj provuam garen me thase duke kersier si idiote të plote permes një shtrirje gjë me bar. Ajo u penguan e mes të rrugës, duke rene në bar me një klithme të befasishme, dhe une i ndihmova të ngrihajsh, të di duke keshurak shume sa me zikëndronim në kembe. Fustani i saq kishte një njolet e dukshme bari, por ajo thjesht e fshiu rastësisht, nuk i kam bere keti ke kur isha femigja. Pranoi ajo, ende duke keshur lete. U reshtuam per petullat me mole me pas. Rumaj të cilave me beri të me shkonte gogjaleng. Kur morem porosin e tone, gjetem një stol prane likenit për tindare. Petullat ishin të nkseta, të buta dhe të embla, dhe në mera dhe kafshuam nga një, duke u dridhur kur mbush gjana dikste gjuhen. Au, por i avlente, da era, duke i bere flat gogjes. O zot ka një gjete kes kam pasur kak shume kejf. Të rrigja me dike me tëri duhet të gjete duke ndikuar të kune. Në gjera fytyrën tim të nëks hejpak. Nuk gje vjetër era, dhe po kjo eshte vertet bukur. Këndruam atin gje kohe duke pare varkat në ugje, energjia e panajrit gumezin të rrethnesh. Per heret të pare, diferenca në moshen dihejgjë si absolutisht asgje, teshti një rez ke shionin diten bashke. Dersa endeshim me telle në zonën e panajrit, energjia u rrit rrethnesh.
Banda në skenën kryesore luante ndonjë melodi populore ritmike, dhe turma po behejme e dendur pranej kamioneve të ushkimit të stendave të logjerave. Era ende po pertyp të kopen e fundit të petyles se sejshme mulli. Syte e saj skanonin tendat shumë ngjreshe me ne kureshtje femi gjerore kë nuk e kisha pare me pare të kagjo. Shiko ate ta ragjo, duke treguar një stende kungjeraizit po pikturonin fytyra. Femigje me mustake dhe flutura, të rritur me jigje apo flamujke sharake. Duhet të bëjmë diçka, ndoshtan që vale e vogël likeni në fakentende. Kesha, duke të ndërkoken. Jo, unë do të kaloj. Ti do të dukesh e bukur me një lule me gjithë te. A gjo rotuloj si te por buze keshi, dhe per një qast e që unë që pa mundim, sikur ta kishim berekete në gjekend here. Atëherë njoftimi u dëgjua me zhurme nga altoparlantet, duke prere bisedat. Zonja dhe zoterinj, gjem e vajza, e gjani mengje herete logja gjone speciale sot. Sfida e putjes me të gjate. Cifti que putet me gjate në skene fiton gjë arush pelushik gjigant, perfekt per tu per kafuar në, atonete të fresketa të malesise. Regjistrohuni tani në tendën kryesore, pa tarife hirgje, qesht silni putjen tuaj me temire. Zeri ishte entuziast, po tuaj se i te pruar, të njej vale keshgjesh per shkoj turmen. Njerezit filluan të shtigjne njerit qetrin, disa qifte keshnin lete dhe shkonin drajt fletes se regjistrimit. Te gjere tunin kokat me argetim, njera hapat imi te nga daleso heshin, një skuk që ke me engjitej në kafe. Konkër se putjesh, gjo ishte a gjo logje që ke benin adolescentet në paner, jo gjone. I hodhanje si eres, duke pritur ke a gjo ta ingjoronte, por a gjo po shikonte skene me një perzirgje intrige dhe gjalezi në sita e saj. Oh, hajde, tha a gjo, zeri i saj i lehte por nga cmuis. Shiko ato cifte ke reshtohen. A që eshte një sift i rike duket plot besim. Dhe prit, a gjane zoti dhe zonja kola nga dikani i pagjishjeve shtepjake, ata gjanenet e gjashte gjetat, a gjo keshi duke mbuluar gogjen, te gjithe po hizne në logje, shishte tjesht per kejf, u per pokat e begja sikurs me bente per shtipgje, por zemra po me rite i shpejtesja. Po kejf, por i e do tena duhej të shtires nim si qift ose diçka e tille. Fjallet dolen me te nga theta nga sakisha, ndërmend dhe june futa duart në kshepa duke shmangur shikimin i saj. Në gjep gjese i imgjadonte të vazhdogja të ekgja të shtiresha sikur nuk e kisha dëgjuar njoftimin, por në gjep gjese qeter, a gjo ke kishte venere se si keshja e saj i ndrisonte fytyrën gjithë diten, ishte kurioze, po sikur. Era anoj koken duke me studiuar per një sekonde. Shtiremi? Epo, pse jo? Nuk eshte se dikush du të nga gjikoje ketu, ti aj arush eshte gjigant, mund të perdorja si gjastek leksimi. A gjo kafshoj buzen, një zekon kë e kisha venere kura gjo mendon të diçkatelle, dhe pastaj si te i shkelkjen. Pervesh nëse gje frikëqak, kjo e beri, kesha lehta duke njere një sfide në fjalet i saj. Frikëqak, une, mire në regull, nëse fitoj me, arushi eshte i githi i ti, por nëse humbasim shpejt, me ke borgs një qeter petull me mole. A gjo buze keshi gjeresisht, dhe sin kërisht dhe me kapi lete krahun, ma reveshgje, lete regjistrohemi para se te nderojgjmengje. Ne shkuam drajt tendes se regjistrimit kun një vullnetar na dhanje tabele me kapeze. Unë shkrova emratane, arber haksju dhe ira deda si qifti numer shtate, gjali pas tavolines na berimesi, fatte miremik, skena pas 5 minutash. Ndërsa largo heshim ira u afrua prane, në i regull, tani jam pak nervoze. Unë skam e po ka kaluar një kohë që skam bere diçka të tilen e publik. Zeri i saj ishte me i bute, një fije dobesie që i shpeton të këtë si sese sajte e zakonshme, ete une pranova barku me shtrëngohej. E nuk kam putur askënd në publik ke nga mbremgja e maturise gjimnazit, te ajo ishte një katastrofi. Te di keshem, por tani kishte një nën tekst, një tension ke nuk kishti kene me pare. Po sikur kjo te kalon të një vije te padukshme, a gjo ishte fkinja imi dgjete vjet me i madhi, dikush me të silen kisha kaluar mbremgje te keta gjo dikush ke i put gjamen gje kapriqo. Por ndërsa prisnim në radhe me qiftet e qera,
duke I parejat të shakaheshin dhete praktikonin putjet e egzagjeruara, nuk mund të mohogja emocionin, qifti I ri paranesh, ishte vetëm keshje të lehta, kolat me të moshur mbanin duart si profesionisti. Era luante me ripin e cantese saj, fakete saj, një roze e zbete. Po sikur të në shohin njerëzit nga kyteti, pesh përiti ajo. Mund të mendoj në diçka, ngrita supet, duke u përpjekur të tingeloja I rastësishëm. Le të mendojnë, shtë thjesht një loje, por brenda meje, pjeshet e njëjtën gje. Me në fund, ishte koha. Prezantuesi në tirri në skene, një platforme, I tjeshte drurin në njëjtën dhe me një mikrofon dhe një kohemates të projektuar në një ekran. Këndruam ati me gjashtë siftet e gjera, turma mblidhej poste, duke brohoritur dhe bertitur. Prezantuesi shpjegoj regulat, pa duar poste belit, mbagjeni të I përshtatshme për familjen, dhe qifti I fundit kë kendron fiton. Gati, në vendet tuagja, nisni puthuni, pulsi me rrite fort ndërsa u kteva nga era. Agjo me shikoj lartë, si te sajt blu të hapur por të vendosur. Gjemire, pjeta me ketesi. E gjotu ndi koken, një buze keshgje, e vogel I luante në buze. Leta bej me ketej. U perkula duarte mia duke pushuar butesish në belin e saj, dhe buzet tona u takuan. Filoj bute, hezituese, sa për të numeruar si një pute per konkursin. Por ndersa sekondat kalonin, diçka ndryshoi. Duarte saj ungriten në shpatullat e maja, duke mbashtur veten, dhe bota rretnesh, prohori qet muzika, uzbehen në një zurmet e larget. Putja filoj e thjeshta, po thuajse hezituese, sikur po benim tesht levzjet per logjen. Buzet e saj preken të miat butesisht në fillim, një shtipje e lehte për ti përmbushur regulat. Por në momentin ke u lidhen, gjithçka ndryshoi, ishte sikur bota ungushtua vetem tek ne. Ngrohtesi ai gogjes se saj, shigja e lehte e petulles me molleke I rinte në fryme. Menyra si duart e saj u shtrenguan pak në shpatullat e mia, sikur po mbante veten. Në gjera një shkendigje kë me përshkoj, elektrike dhe I papritur, dhe krahet e mi e tërhokem pak me prane pa menduar. Prohoricet e turmes u shënderuan në zurme të bardi. Dritat e skenes u zbehen në mengjën tim, dhe gjithçka kë mund të përkendrohesha ishte e ra. Aroma e sagji livandos dhe ajrit të fresket. Kurba delikate e belit të saj në pelle mbet e mia. Prisja të ndihajj e sikleqme, magje e detiruar. Por nuk unë ashtu, ndihajsh e drejte, në tajrale në një menyre ke me kapi në befasi. Syte e saj ishin mbillur pak para se buzet tonate takoheshin, dhe tani me të mjete mbillurak gjithashtu. Mund të njëgja kwe a gjopo relaksohe nete. Trupi I saq mbeshtete I pastimit sikur të kishte pritur për kete justifikim. Koha u shtri, sekondat u shënderuan ne ate këndihe si minuta. Degjova prezantuesin duke tirur eliminimet. Qifti tre jashte, perpekgje e mire mek, dhe këshgje të lehta nga publiku nërsa qiftet e qerandaheshin, duke gulquar ose duke keshur lete. Një dishe e reu tërhok pas mezi një minute, me fitirat e skukura dhe duke bere, high five, sikur gjithçka të ishte shaka. Kolat zgjaten me shume, por edhe ata u tërhoken me nje putje të embelden nje per ullje para turmes. Por ne vazhduam. Gishtat e erës u futen pak në kemi shëntime, gjo me dimgje, teshtësa për te na ankoruar të dive. Mund të njëgja rajgjet e zemres se saj permes gjoksit të shpeqta si të miat. Dhe me berite pesjave të nese a gjo po njente të njetin emocion, të njeten befasi kek gjo nuk ishte me thjesht të shtirgje. Një pjese e imgja donte të tërhikej, të keshte me të dhe të thoshte puna e mire kë rezistuam, por një pjese tjetër, me e tele dhe me e kete, nuk donte këte mbaronte, nuk kisha putur asken si gjo me pari, gjo me një audience, gjo me dike kënjishte rutinat e mia të perdiqme dhe ende me shikon të sikurun e kisha rendesi. Diferenca në moshe, puna e fkingjesi se, gjithë qka uzbe, a gjo ishte thjesht era, e ngrohte dhe e vertete në krahet e mi. 2 minuta kaluan, bertiti presantue si zeri I tishme tërhoki pak pas. Kemi mbetur me 3 qifte, vazhdoni. Idem,
Era u zhvendos pak buzët e se shtipeshin me fort tani, dhe une ju përgjigja pa menduar, duke anuar koken për të teluar puqin vetem pak. Nuk ishte pasionante apo e eger, gjo me të gjite duke në pare, por ishte sinkerti. Ngjera shijën e kripes nga ushkimet e panajrit, ngjeva butesin e frimes se saj në faken time, mendja me vraponte, po sikur kjo të ndryshon të gjithçka, po sikur ajo të pendohej, po dora e saj reshkiti në kafen time, gishtat I futi në floket e mi, dhe qdo dishim u shkri, ishim në ketek gje bashkë të humbur në moment mes brohoriceve dhe fishkelimave. Një nga një të tjeretu të roken. Një cift prane neshu nda me një gulsim dramatik, gjali duke fshire gojën dhe duke buzëkeshur para turmes. Ka kishte per ne, shume në ksete ketu lartë, prezantuesi keshi dhe publiku duar trokiti. Tani ishim vetjem në dhe një cift qeter, një disheme e moshuar kje dukej e vendosur, por po fillonte të lekundej. Era duhet ta këtë njere edhe ajo. Shtrëngimi I saju be me I forte dhe une e mbajta të këndrueshme, puqja gjone e këndrueshme dhe e pashpeshtuar, 3 minuta e 30 bertitizeri, cifti I fundit unda me një keshqe të lehte, duke I bere me dore turmes. Dhe ka kishte, cifti shtate fiton në 3 minuta e 28 sekonda, zhurma e duar trokitjeve në ktheu në realitet. Syte I eresu hapen me njëhere kur prezantuesi me prekush patulen. Në rregull, të dashuruar, mund të ndaloni tani, keni fituar. Undame nga dalle, fiturat tona disa centimetra larg, të di duke mare frime rende, fakete sagjishin skukër në njerozet e telle, duke u përshtatur me nksehtesin e këngjegja në të mjat, dhe ajo leshojnë gje keshqet e bute pa frime. Ne e beme, pesh periti ajo, dora e saj ende në krahun tim, Une tunda koken duke buzekeshur si idiot, zemra me rihte fort. Po kjo ishte diçka. Prezantuesi I futi arushin gjigant pelushi në krahet e saj, një perbindash I bute po thuajt se aki gjati sa ajo, dhe turma brohoriti me fort ndërsa zbritem nga skena. Njerezit me goditen në shpine, fishkelien dhe territën, bravo. Por gjithçka ke mund të mendogja ishte si ishin njere buzet e saj, sa e vertet e kishte kene. Era perka foj fort arushin, si të e saj shkelkenin me nje për zjergje turpi dhe gezimi. Nuk mund të besoj ke zgjatem kak shume, tha ajo duke me hedhur njësi, mire. Geltita ende me ate në gjengje, me shume se mire ishte kejf. Por tele brenda e digja ke ishte me shume se kak. Putja kishte zblokuar diçka, njete vërtete ke e kisha ingjëruar. Era nuk ishte me thjesht fkingjajme, ajo ishte dikush ke dogja të mbagja prane. Rruga këtim nga paneri ndihe gjëndrishe, e ngarkuar me diçka të pathene. Era shtrengon të arushin gjigant si një trofe, keshgja e saj shperthen të qdu pak hapa ndërsa tregon të fityren e shokuar të prezantuesit kur me në fundu ndame. E pesa uskuken të gjithi, duhet të gjemi dukur kesharake atë gjelart dhe ajo, duke me hedhur nje si anashe. Mbagja çanten me ushkimet e mbetura, duke kendruar pranë saj. Me njaj me nderi prodhon të putjen. Me njëra si kishte zgjatur me shume se që duhe, ngrohtesia kë ishte për hapur në mua si rezet e djelit mbiliken. Gjo, ne dukeshim si fitues, u përgjigja duke u përpjekur të mbagja zerin e lehte. Por brenda isha I hutuar. Qfare e tani, do te ktheheshim thjesht të valevi qambi gard. Kur arritem në shtepit e tona, dieli po perendonte, duke hedhur higjetek gjatane per oborri, do të ndajme pjese e fundit të ketyr petullave të embla. Suggeroi ajo, duke të ndur koken drajt verandes sime. Une pranova, dhe ulem ne shkalle, arushi I vendosur mes nesh si nje shokerues. Petullat e embla ishin në gjithese dhe të embla, por mezi I njeva shigjen, era lepju shekrin nga gishtat, si të isa gju takuan me të mitë per një cast paksa me gjate. Qo ishte intensive, pranoi ajo butesisht fakete sajen dhe paktes kukura. Nuk pris gjate fitonim. Une tunda koken fitime ishte shtrenguar. As une por hej mori gjastekon ten të leksimit. Të dikeshem lehte por agjrin dihej me I rende. Atmosfera e lehte fkingjesore u tje nga ajo ke kishte ndodhur neskene. Ndjarë sa ajo u këthjene shtepine e saj, mi arushin pas,
thirrim mbi shpatull, faleminderit për sot, Arber, ishte kejf. E pashe të largohej dera u mbil pasaggi dhe u ula atje dhe pak freskia e mbremgjes po vendosej, atë natik gjumi nuk erdi leti. U ktheva në shtrat, livandozhe ka gjo me kishte dhe në gjave me parende parfumos të ajrin. Për gjithka ke mund të mendogja ishin buzet të sej, të buta, kë leshonin. Me ndje figje hezitimi, ka ishte shkrira ndarsa sekondat kalonin. Duart e mia mbanin mend kurben e belit të saj, veshet e mi psheretimen e lehta ke agjo kishte bere kurme në fund undame. Nuk ishte me thjesht ngjellogje, kishte naksitur diçka të vërtete, diçka ke e kisha ingjoruar në rutinat tona të keta, po sikur agjo të pendohej, po sikur nesër të shtiresnim sikur nuk kishte ndodhur kurre. Pjet gjithë me rotulloheshin në koke derisa agimi u fut përmes dritareve. Ditet e ardhshme ishin të sikletshme, sikur të edi kishim hajre në një territor të pangjohur pa harte. Të henen në mengjes isha gjashte duke reguluar një derase të lire në kasolen time kure pasheja të ne oborin e saj, duke u gjitur lullet si zakonisht. Si të tane u takuan përmes gardit dhe për një sekonde, pashenje shkendigje diçkazhe befasi ndoshta turp. A gjo valeviti shpesht, murmuritin gje mirmengjes Arber, dhe u fut brenda para se unë temun të pergjigjesha. Me pikoj pak, por e kuptova, ngjegja të njajten ter hekgje per tuf shëhur, atë pas dite, ngjepjate me biskota të fresketa u shfak nederen time me një shenim, faleminderit për seri për panairin. Era, paftese për te biseduar, vetem embel sirat, hengran je duke pare dritaren e saj, duke u pjetur neze a gjo po me shmangte apo tjesht po përpunon të gjeraciune. Deri në mesgjave, modeli u vendos, gjegja justifikime për të kene gjashte, duke punuar me vegla, duke fshire verandën, duke shpresuar të kapja një veshtrim të saj. Një here i pashe silueten e saj në kuzhine. Duke levizur, dhe gjokësi me shtrengohej, duhet të trokisja të togja diçka të rastesishme, por u frikesova duke u tarhekur në punishtën time në vend të kesaj. Netet ishin me të ke kijat. U lesha në verande me një birre, duke pare dritaren e sajtën dezur, duke riprodhuar puqen në mendjen time. Paneri kishte hapur një dere ke kisha mbajtur të mbilur. Kuptimi se era nuk ishte thjesht një fkingje e mire. Agjo ishte dikush, prania e se cili se bente gjeten, tim të ketet të ndihej me e plotej. Keshqaje se siles me mbetej në mendje shume kohe pasi agjo largohej. Të enqte në mbremje, një trokitje me nëksori nga mendimet. Hopa deren dhe gjeta eren ati, arushi i futur në krahun i saj si një mbulles e sigurie. Flokete sa gjishin tele shuara, valete lira i rrethonin futyren dhe agjo dukegje pasigurt, duke zvendosur peshen e saj. Hej, tha agjo butesisht, mund të hijgj i solakete gjallosh pas. Mendova se mund t'i duhej një verandeme i madhej. U terhu ka anash, zemra me rrite fort, sigurisht, kuzhina eshtek gjo rruge. Perfunduam në tavoline një sajnik me qaj kezien të mesnesh. Agjo vendosi arushin në një karige, duke luashtur me filksanin e saj. Arber, andihesh quditshëm per panairin, sikur nuk gjemi me thjesht fkingje, hi pasajin duke fituar kohe. Po, pak por gjone nje menyre te keke. Shte thjesht ndryshe. Agjo të ndikoken, syte i saj u takuan me temite. Kam menduar per kete papushim. Divorci ishte i veshtire, pese vjet me pare, dhe une mendogja se isha betuar se stogja askje. Të tile, por duke te puturat gjelart, unë gje e vertete frikesuese, zeri i sajutje pak, dhe une zgjata doren mbi tavoline, duke hezituar para se timbulogja doren me timen. Me trego per kete, tashe butesisht. Agjo tregoj duke në kësgjerre histori per ishin e saj, vetëm ne këpasoi si ishte zhitur në libra dhe kopshtari per të përbaluar. Edhe unë ndava vitet e mia endakake si zdruktetar, duke levizur nga puna në punë para se të ndërtoja kete vend, gjithmonë duke ngjere se diçka mungonte. Tigje personi i pareke i kabere kete kytet të ndihet si shtepi, pranova. Agjo me shtrengoj dorin. A mendon se gjemi të çmendur, unë me e madhe në ke gjetoj me ngjitur dhe tani kjo. Unë tunde kokain. Të çmendur ndoshta, por ishte argëtuese dhe sinkerte.
Nuk e kam gjere kurre ate shkendigje me pare. Gjo keshtu. Biseduam derivonenen ate duke analizuar putjen, nervozizmin fillestar, ngrotesin ke undertua, ke kardjen kur mbaroi shumë shpejt, frikeni asaj ke do të vinte me pas. Kisha frike si do të tërhi keshe tje para, refuagju, edhe une tashe, por nuk dogja. Deri në momentin ke agjo u largua, sikleti ishte zbutur në diçka me të ngrote. Nje mire kuptimi përbashket se paneri në kishte ndryshuar për mire. Koha kalui në nje mjegull të bute pas asaj natin e kuzine, dhe maredhenja gjone ndryshoj pa ide tiruarne. A gjo ke filloj si veshtrimi të sikleqme mbigart evoluoj në diçka me të ngrote, me të kelimshme. I gjegjave të nduke trokitur në deren i sajme. Justifikimin gjemen të she, kabineti e lire ke duhejsh reguluar. Ose në gje raft në kendin e saj të bibliotekës ke mund të kishte nevoje për perforcim. A gjo me legjon të hajgja, duke me dene veglamen gje buzekeshje të bute, dene bisedonim dersa une punoja. Kenje talente vertete per kete, toshte a gjo duke me pare tek sa ferkoja drurin. Në kembim, a gjo me ftonte per darke me shpesh. Vaktet e tjeshta si makarona me barishtet e fresketa, nga kopshti i saj ose gjele këzjente nga dalene sobe. Hanim ne veranden, e saj ose timen, fëlladi i likenit ke mbarte bisedat tona në mbremgje, pa etiketime, pa presion, tjesht në duke ndare hapesiren në një menyre këndi hegj e drejte. Ajgjrimes nesh ishte imbushur me ato momente të voglatani. Veshtrimet e vjedhura kur duar tona prekeshin duke kaluar një pgjati. Fjali gjismet e përfunduara ke ruanin kuptim të patene, buzekeshje të turpshme ke toshin me shume se vjalet. Era u hap me shume përgjetën e sejgjë. Divorci ke i kishte lene të pjesë të vetë nes do të ndihejnë don që here e lidhur per seri, ke në kesja i kete ke kishte gjetur në librat të lullet e sejgjë. Edhe unë ndajja kopezat e historisë sime, vitet duke u endur nga puna në puni, duke ndertuar gjera për te qëret ndersa kërkoja njeven ke ndihejnë si i imi. Ki kytet filoj të ndihejnë si shtepi kur ti u zvendos në gjitur pranovanje mbremje mbi qajgjë. A gjo uskuk, gishtat e saj duke gjurmuar buzën e filksanit të sajgjë, ke sharake si funksionon këgjo, në gjete shtune mbrema, ndërsa ju ne isha ullur në veranden tima, duke pare i gjet ke shfakeshin mbi liken, dhe gjova hapati e sajgjë në shteg. Era u shfak duke mbashtur një buket e fresket të mbeshtjele në një kope, avulien dhe ngrihesh prej sajgjë, pa arushket e hiri. Vetem a gjo mengje puloverte atje shte dhe qinse floket i sajt të leshuara rreth shpatullave. Nuk me zinte gjumi, ta a gjo duke e shtrire ate. Mendova se mund të ndanim kete në vend të kesaj. I bera shenjët e ulej dhe u vendosem në shkale, buka e ngrohte mesnesh. Shkeputem ko pa, koregja kersiste dhe folem per asgjet e per gjithçka, zurmen e panerit ke vazhdonte në kytet, ke trat ke i bastisnin ushkeset e saj per seri, pastaj në mes të kafshates, a gjo u andalde me shikoj seriosisht. Arber, nëse nuk du të kishim hire ne atë konkurs në paner, a mendon si gjerat du të ishin ndryshe, a du të ishim ende duke valevitur mbi gard, vendosa buken poshte, zemra me ritej, peqa këndronte ati, duke të rekur fillin kë kishim të rurke nga agjo putje. Nuk edi pranova, duke u takuar me shikimin e saj, por gjami lum turke e bemi, zëgjoj diçka, dhe sinkerisht, duat në gjegjat e perseri. Ti, fjalit me shpetuan para se te mund ti mendogja shume, te pa përpunuara dhe te sinkerta, a gjo kendroi e kete per disa sekonda, si te e saj duke kërkuar te mi te ne driten, izbete te verandes, pastaj buze keshi bute dhe e sigurt. Kete here nuk me duhet një smim, qesh duat te put me gjate. Me zuri frima des gjata doren drejt saj, duke e tërhekur butesisht prane. Buzet tona u takuan per seri, por gjo nuk ishte per ne turmi apo një logje, ishte e vertete e kelimshme. Duart e saj mu vendosen në fiture, të mijat u ngaterruan në floket e saj, të putja u telluan ngadale, e mbushur me ngrohte sine ke kishim ndërtuar. Bota uzbe, karkalekat ke ciceronin, valezim i larget i likenit, gjithë shka perveç nesh. Zgjati derisa të di u tërhokem pa frime, balet duke u prekur, këgjo ishte, peshperiti agjo,
Me mire, përfundova duke buzëke shur gjeresisht. Nga agjonate e të gje nuk unaksitem ta definonim, thjesht e lamete ishte. Era de une filluam njeritem teri, mëngjeset duke ndare kafene veranden e saj. Pas diteve ku une ndihmogjate mbilte me shume lulene obor. Mbremgjeve duke ndertuar një tavolinë të madhe druri bashke ne obor për çajrat e bisedat tona. Pa u fshehur nga veshtrimet kureshtare të fkingjeve, ne u valevitem per seri, pa u penduar. Putja ne paner nuk ishte thjesht një rastesi, ishte shkendija kena dha guksimin të benim një hap per para. Di shpirtra ke kishin menduar se thjesht të fkingjeria ishte e mgjaftueshme, tani guksuan të provonin per me shume, pa ke kardgje per atë ke mund të kishim hëmbur. Embrim jeshte arbeir, haks hju, dhe gjam 28 vjet, që toj ne një vil